Përshëndetje të dashur miq, më zana dy sesionet bombahën në Peking. Te çështjet e jetesës së njerëzve mbeten në qendër të diskutimeve të nxehta midis përfaqësuesve të delegatëve. Ndërto ndërtimi I një rlethi të përshtatshëm jetese është kthyer në pikën kryesore të dy sesioneve të këtij viti. Por ç'është rlethi I përshtatshëm I jetesës? Si do të ndryshojë jetën e banorëve? Le ta zbulojmë së bashku. Shërbimi synon banorët e komunitetit dhe plotëson nevojat të baza të konsumit dhe të konsumit cilësor të jetës së përditshme të banorëve brenda një rrezeje flej rreth 15 minutash në këmbë. Ndërtimi I një rlethi të përshtatshëm jetese është një masa e rëndësishme për të përmirësuar nivelin e qeverisjes urbane dhe për të arritur ndjenjë e fitimit, lumturisë dhe sigurisë së njerëzve. Vitet e fundit, rajonet të ndryshme kanë promovuar në mënyrë aktive ndërtimi e rrethit të përshtatshëm të jetesës dhe kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme. Në dy sesionet e këtij viti përfaqësuesët e delegatë parashtruan shumë mendime dhe sugjerime të vlefshme për ndërtimin e një rlethi të përshtatshëm jetese. Për shembull, forcimi I udhëzimeve të planifikimit dhe optimizimi I strukturës, nxitja e forcave shoqërore për të marrë pjesë dhe për të pasuruar ofertë e shërbimeve në internet dhe përmirësimi I nivelit të komunitetit të shërbimit. Ndërtimi I një rlethi të përshtatshëm jetese ka të bëjë me mira familje e me interesat jetike të njerëzve. Me përpjekjet e përbashkëta të gjithë shoqërisë, rlethi I përshtatshëm I jetesës do të bëhet më I përsosur dhe jeta e banorëve do të bëhet gjithnjë e më e mirë.